Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana washrah sudurana وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi, ne jetojmë disa minutë dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Jalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutë Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahut i cili na dalloi nga gjithë gjallësat, na vlerësoi mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na boni pjesëtar të fesë vetëm e pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahut Dhul Jalal, pasi jemi lind musliman, të jetojmë musliman, të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndriçon jetën e kësaj bote, natën e vorrit dhe urën e saratit, të ne lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasip shefatin e pejgamberit, të na bën nasip me pi prej kranit të Kautherit, të na zbardhën fytyrat tona në atë ditë që shumë fytyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, prej pozitës as karrikës, prej miqësisë as fuqisë, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasip me bë. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punë të liga, Allahu na largoft. Nga mendime të këqija, Allahu na pastroft. Për atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanëve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Jalal që ai me fuqinë e vet mbar muslimanët prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton.
ndërsa zullumqtarët mes vete t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahun dhul xhelal që ai me mëshirën e vet, neve si gjunahqar, për azapit të xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, në hijen e ajetit që lexova para jush inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun dhul xhelal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na i kompenson. Temën do ta kem dhe do t'i them disa fjalë lidhje me pendimin, me tyben dhe istighfarin. Dikush prej neve thot, po tybe dhe istighfar duhet me ju tregu për këtë temë atyne që bën gjunahet mëdha, ndërsa ne elhamdulillah me Ramazan, me abdes, namaz falin, në xhami jemi, çka ka me na kallëzuki për tybe dhe istighfarin. Subhanallah, vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mexhlis, në shoqërinë e tij, duke ndëjtur, ashabët transmetojnë dhe thonë se ai sigurisht duke ndëjt e ndërpritte bisedën dhe fillonte të thotë estagfirullah, 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 kështu vazhdonte deri në 70 herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kështu në mexhlis mbi 70 herë thonte estagfirullah. Ndërsa ne në mexhlis shumë gabime bëjmë, ama istighfar nuk bëjmë. Nga se na mendojmë se s'kemi gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjitha ato që Allahu dhul xhelal ja ka falë të kaluarat, edhe ato të cilat do të ndodhin, nga se taj nuk ka pas gjunahe të mëdha, pa i ka llogarit ato lëshimet e vogla, i ka llogarit gjunahe dhe për ato ka bën istighfar. Pra ku mbet halli jon që ne të mos bëjmë istighfar. Pra tybja dhe istighfari. Së pari duhet ta kuptojmë çka është tybe dhe çka është istighfar. Tybja i ka kushtet e veta. Por të pranu i ka kushtet e veta. Dhe istighfar nuk bëhet para tybes. Istighfari vjen mas tybes. E çka është tybe? Pra tybja është të pendohesh për gabimin që ke bën. Për me të pranu tybja dhe për me të fal gabimi, ti duhet të vendosish se mo të njëjtin gabim kur se përsërit. Dhe e treta, për gabimin që ke bën, të qajsh me lot, të japsh sadaka, të bësh namaz dhe ta lusish Allahun dhul xhelal me shpirt të plagosur që ai të ta falje gabimin që ke bën. Pra kushtet e tybes janë e para, të pendohesh për atë që ke bën, të besatohesh me Allahun që i mon nuk e përsërit. Se nuk i thonë tybe, o Zot ma fal, pishmon jam që e kam bën, ama unë edhe mo dhe vazhdoj se sa në lojnë. Atë kështu Allahun nuk e pranon. Por tash lind pyetja, po nëse unë e bëna tybe, u pendova, qajta, vendosa se mo nuk rikthehem në të njëjtin gjuna, në të njëjtin gabim, mirë po ja përsëri e bëna, çka u bën tashti? Allahu dhul xhelal ta falën edhe për s'dyti nëse ti pendohesh, po me kusht që të bindesh se mo nuk e bën. Mirë po që edhe një herë e bëne, subhanallah. Prandaj Allahu dhul xhelal thotë është gafar, shumë falës, ja falën muslimanit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njonit i tha, kura e pyeti ja Rasulullah, çka thua ti? Nëse unë pendohem dhe ma vonë përsëri e bëj të njëjtin gabim, tha nëse bën tybe dhe istighfar, Allahu ta fal. Tha ja Rasulullah, bona tybe, bona istighfar, Allahu ma fali. Ma vonë përsëri e bona të njëjtin gjuna, tha Allahu ta fal. Tha ja Rasulullah, përsëri e bona. Tha o vllai dashur, Allahu nuk mërzitet duke ta fal, nëse ti nuk mërzitesh duke u pendu. Subhanallahu, nuk mërzitet. Ta fal, ama me kusht që ti gabimin kur ta bësh të pendohesh, po gabove dhe një herë të mundohesh të mos gabosh, se nëse shumë gabon, Ibn Taymiyyah rahimahullah ka thonë, gjunahi është sikur plaga. Gjunahi është sikur varra. Varra në trup, a gjunahi në shpirt dhe në iman. Nëse shpesh e plagos trupin, ndodh që mund të vdese njeriu. Nëse shpesh e plagos shpirtin dhe imanin, ndodh që të mbese pa iman në vërbile.
Pra kështu dikush mos ta merr derën hapur, se unë për ditë bëj gjuna, bëj istighfar. Jo ashtu po, nëse gabon njeriu, duke qenë i bindur se mon nuk e përsërit, edhe përsëri ka gabu. Allahu dhul Jalal thot: "Leyset at-taubatu lilladhina ya'maluna su'a." Nuk është tybja për ata njerëz që bëjnë gjunahe dhe kur i vin vdekja thot inni tubtul an. Unë tash u pendova, tash është vonë. Inma at-taubatu lilladhina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna an qarib. Taubja është për ata njerëz që e bëjnë gjunahin në gaflet, duke harru dënimin dhe hidhrimin e Allahut dhul Jalal. Tu është qëllimi. Thumma yatubuna an qarib, dhe shpejt pendohen, nuk e lën për ma vonë. Ai njëri thot do pendohem unë, ama ka dan herë, në herë jam i ri, ha? Ai tjetri thot do mbulohem unë, kur të martohem do mbulohem. Mandej thot s'në falem, tash jam me fëmijë të vegjël, kur ti rriti fëmijët, atëherë do falem. Ai tjetri thot kur dal në pension, atëherë do filloj. Subhanallah, o vëllai dashur. Pra thumma yatubuna an qarib. Pendohen së shpejti. Dhe kështu që çdo njëri prej neve duhet ta llogarit. Unë a kam nevojë për tybe dhe istighfar? O vëllai dashur, prej në mëngjes llogarit e veten. Gjunahet ndahen në dy, në të mëdha në të vogla. Gjunahet e mëdha janë ata të cilat e rrezikojnë edhe imanin e muslimanit, kebair. Por në shumë raste ato të mëdhat nuk i llogarisin të mëdha, i llogarisin të vogla, ato të voglat i fshin krejt. Subhanallah, ato të voglat i fshim, ato të mëdhat i bëjmë të vogla. Ndërsa një prej ulemave tha, muslimani gjunahin e vogël e shef sikur një kodër mbi krije don t'i bjen dhe ta mbyt. Munafiku gjunahin e shef sikur një mizë në fytyrën e vet, e largon kur të don. Pastaj tha, një njeri që gjinden 3 punë në ta, te një njeri që gjinden 3 punë, lun shejtani me ta sikur fëmia me kuklla. E ke pa fëmija si lunë me kuklat? Që ashtu shejtani lunë me një njeri nëse në to gjinden 3 cilësi. Cilat janë ato? E para, el ujbu bi nefs. Ai ta pëlqen vetë vetën. Ne të bëjnë tybe gjunahqarëve, çka të bëjmë në tybe? Unë pi kur kam fillu të falem. A ke fillu pre asë dite që ke hinë bilyk? Jo, që atëherë minherë s'kam fillu, ama kur i bona një 25, ja nisa, a njëni 40, hala s'ka fillu. Kita është e ka pëlqej vetë vetën. Pëlqimi vetë vetës dhe thonja vetës, mashallah, është një prej shkaqeve që të lunë shejtani me këtë njeri. E dyta, istisgaru dhunub, gjunahet i sheft vogla. Gjunah i vogla shki. E treta, istiktharu l'amel, punë të mira i shef shumë. Shumë punë të mira, unë sa kom bo, sa kom dhon unë, sa kom dihmu unë bile edhe pse s'falem, unë kam shumë punë, unë edhe pa falë të shkojnë në xhenet, se unë kam shumë punë të mira. Subhanallah, ki njeri i cili e ka pëlqeve të vetën, gjunahet i zvoglon, të mirat e veta i zmadhon, ki është bo loj kukëll e shejtanit, dhe lu shejtani me to, si don vetë. Zotin arrujt, pra gjunahet janë të mëdha dhe të vogla. Bismillah, prej sabahut. A e ke falë sabahun në kohë të vetë? Nuk flasë, a e ke falë? Se me elon namazin është diçka tjetër, është pikpytje imani i muslimanit. A është temë vete. Na flasim, a e ke falë namazin e sabahut në kohë të vetë? Jo, valla, se ngrihem që atëhera ma, mbas delit e falë. Që kjo është gjunahi madh? Që kjo është kebair, me elon namazin mbas kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu, namazin ai që se fal në kohë të vet ka bën një kebair, një gjuna të madh. Pastaj, pash Zotin, a ka kalu dita jote e plot e ti rrugës nuk ke has në një nëmus të huj dhe se ke shiqu. I ke rujt si, gjithë ditën. Ose të ka iksyni një herë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el ula leke, e para u fal. Wa thaniyetu alejke, e dyta u shkrujt. A di çka u shkrujt? Gjunahi madh. E di pse? Se kjo është ajo cila i prin zinas, është një degë zinas, shiqimi në nëmus huj. A i ke rujt si gjithë ditën? Po, i kam rujt unë, elhamdulillah, ruhem. Mirë.
Guhën a e ke rujt gjithë ditën, valë, mëse ke përmendë njonin, helbete. Jo, unë kështu për ara muhabet për njonin, thamë sa i hitë si lagën krahët, as kështu zban, as është pehilër, a thatë që ashtu po, që kjo është minel kebaj, kjo është prit më dhaja, vëllaj dashur. Këtë në gjuna, pra gjithë ditën, duhet pas parasysh, mos valë ke bon do një gjuna prit voglave, ose prit të më dhajave. Subhanallah, Sufjan e Thauriju, rahimahullah, një alim për ulemave të shtuar të tabiinve, i cili u pat eduku të ashabët e shtuar, tha, undala një dit dhe i logarita gjunahet e mija. Undala një dit dhe fillova të logariti gjunahet e mija. Izvoglova, nuk më dilshin ma pak se 10 gjunahen ditët. Thot, ma pak se 10 s'kishte gjasa. I kisha, mundoha ma, s'mujta, 10 gjunahen ditën. Thot, kur i logarita, 30 ditën në mujt, ka 10 gjunahe, 300 gjunahe. 10 mujt, 3000 gjunahe, plus 60 di mujt, 3060 gjunahe më dilshin për një mëtë. Kur e bona hesabët, kur e logarita 40 vjet, më dilshin shumë. Pastaj thash, o Sufjan, këto janë ti të cilat ti ke mbajt mend, pa ato që të cilat ti ke harru, Allahu i ka shkru. Ku janë ato? Ku janë ato të cilat ti ke harru, pa Allahu i ka shkru? Subhanallah. Prandaj Omeri radiallahu anhu, për çdo natë e mante një fletore të krijet një letër dhe thonte, madha te kulu li rabbike gaden ja Omer. Çka do t'i thush Allahut nesër Omer për punët që ke bo sot dhe për punët që ke lënë sot? Pra vëllezër të dashur, gjunahet ndahen në të mëdha dhe në të vogla. Është një gjunah i madh, të cilin na hiç se llogaritim, aso i thon gafleti, pa kujdesshmëria. Ka disa njerëz për fat të keq, vëllezër të dashur, janë të mirë, janë të moralshëm, janë bujar, janë të urtë, janë të edukum, familjarisht, fjalë të këqija nuk flasin, punë të këqija nuk bëjnë, krejt në rregull, ama janë të pakujdesshëm për dinin e tyre, për ahiretin e tyre. Hiç nuk kujdesen për punë të shpirtit vet. O vllai dashur, prej mëngjesit je kujtu për evladin, për vete, për familjen, për zahiren, për drunin, për rrimën, për punë. Allahut, Zotit tënd, ai ke vu këtu në një vend, au kujtove për Allahun a hiç. E kësa i thonë gafle. Prandaj ulemot ka thonë, gafleti është më i rrezikshëm se gjunahi. Njoni është i kujdesshëm, po gabon. Ai kur gabon bën istikfar, se e din se ka gabu, bën istikfar. Shejtani alayhi lane, armik i muslimanit, që ato të cilët janë të pakujdesshëm, janë në gjumë, janë në gaflet, nuk i çon të bëjnë gjuna. A di pse? Se me bo gjuna thotë stakfirullah, unë e gabova, ama e lën çashtu në gaflet duke thonë se unë nuk gaboj. Ha, mirije, nuk gabon. Apo ai kera Allahu në sejdë, jo, unë namaz nuk falja, më në hiç s'boj gjuna. Ha, shejtani thotë mirë që e mbaj çashtu, mirije, vazhdo ti se mirije. Pra, më i rrezikshëm është gjunahi i çati gafilit se gjunahi i çati të gjallit, që bën sevape, po bën edhe gjunahe. Kur bën gjunahe pendohet, pra kur bën gjuna pendohet. A shejtani nuk e çon atë bëj gjuna. Valla filani s'ban gjuna, nuk ban gjuna, di pse? Nuk e ngacmon shejtani se me ato e ka kry punën, me ato është rehatu se ai për shpirtin e vet nuk kujton dhe Allahun kurse përmend. Pastaj vëllezër, vim te edhe një hak tjetër. Pra disa gjunahe janë ndërmjet mua edhe Allahut, a disa gjunahe janë ndërmjet mua edhe ty. Pra ndërmjet njeriut edhe njeriut. Këto kanë edhe një kusht tjetër. Këto e kanë edhe një kusht. Pra, ai gjunahi që është ndërmjet mua dhe Allahut, ndërmjet teje dhe krijuesit, ndërmjet teje dhe Allahut, ai pra ka këtë kusht. Të pendohesh për gjunahin që ke bën, të besatohesh se mo nuk kthen përsëri në atë gjuna dhe të kërkosh falje për Allahut dhul xhelal. Dhe të kërkosh falje, mos rrin gaflet. Mos thu un kam filluar të falem prej 20 vjet, edhe mo prej ande këndë jam në rregull. Po për ato tjera ta ke bëj istikfar? Për ato që të kanë kalua, ke bojnë istikfar? A ke fillu ti falish rregullisht, mo ti lash që ato që ka i ke bojnë? Për çdo namaz kur ta falish edhe një namaz sikuraj që e ke lonë prej kur ke himbilit? Pra, kjo është ndërmjet te dhe Zotit. Nëse është obligimi ndërmjet te dhe Zotit, kjo është pra ta bësh kaza ato që e ke lonë, të besatosh se mo nuk kthehesh dhe të kërkosh falje për Allahu dhul xhelal. Pa nëse është ndërmjet te dhe robit, ndërmjet te dhe njeriut, atëherë shtohet edhe një kusht, të marrsh halallëk prej tij. Të marrsh halallëk, t'ja pagush hakun
dhe të marrësh halallëk. T'ja pagush nëse është për të pagu. Po nëse e ke përgoju, edhe nuk guxon t'i kallëzosh, e ke marrë në përgoj, ja ke marrë në përgoj familjen, e ke marrë në përgoj nderin, dhe ke frikë t'i kallëzosh. Ka do gjunahe, nuk është mirë me i kallëzu ati që ka i ke hinder hak, se me i kallëzu bën fesad, bëhet të lashje madhe. Prandaj, mundesh të mos i kallëzosh, po ta nderosh, ta respektosh, të bësh dua për to, bësh istikfar, të mundosh t'i japësh ndonjë hedije, e kështu ta bësh, edhe t'i lutesh Allahu dhul xhelal që ta falje. Po nëse është çështje materiale, e cila paguhet, e cila kthehet, atëherë kallëzoj bre vëlla, filon kohë kështu ka ndodhur me mua, unë jam dakord, jam pendu, ta paguaj, kërko sa të duash, unë ta paguaj, edhe hallështisesh me to, nga se sado që të është i vogël haku i huj, para Allahu dhul xhelal është i madh. Shikoni vëllezër, Harith el Muhasibi ka qenë një alim prej ulemave dhe ka qenë prej tabiinve. Si fëmijë një ditë, duke luajtur me fëmijët, e pa një plak, kish marrë një kokër hurme, një kokë hurm, edhe ju thoshte fëmijëve, merr një çeket hurm. Ai njëri nuk e mori. Ju afru Muhasibiut dhe tha, merr çeket hurm. Tha, pse, ku e more këtë hurm ti? Tha, njëri shitke hurma, e blejta pre ati, po që kjo i kishte ra, a i shkoj, i kishte ra, unë së ne ha, po ta jap ti. Ju këthi shokve vetë, tha, a është musliman ki njeri? A është musliman? Thanë, po, musliman është, tha, stakfirullah. Fmi, edhe iku. Ki shkoj mbrapa e ndali, tha, Gjallosh, qka ke jo pyetja, a është musliman? Tha, unë musliman jam. Tha, a je musliman? Tha, po. A e njefat njeri unë? A e njefat to që ka shit hurma? Tha, po, mëre. O, tha, mere këtë hurmën dhe kërkoja ato gjeje këtheja prap, dhe ta kërkojsh, tha, po me se gjithë, ta kërkojsh ato që kanë bet kjo hurma borsh e ti, prej ti, haki ti, ta kërkojsh sikur kur je i kalt për uj, sikur e lip ujin që ashtu ta lipish ato. Kur je i kalt për uj, mos ka be që atje du, mos ka bet me ndugojnë, mos ka bet me dikundi ujbe, nuk ka mërë, ku të bëgjej, që ashtu ta kërkojsh atë të haku të huj, si kur e lip ujin, kur je i kalt për uj. Që ashtu tha, ta ke frik, Allahum, për këtë hak, qka ishte? Një kokër hurëm, subhanallah, një kokër hurëm. Një njeri tjetër, me hak të huj e kemi fjallën, sa do t'jo është pak, do të ruhemi vlaj, dasho. Një njeri kalon të në përgrunaja, në fush, duke shku megjes, e hase në një kallin gruni, qëtu i majmë kallin i mirë, e mori ato dhe hudhi në arë, e hudhi nga gara e djathë. Pa ondër, vllau i ti, masja i ndrojet, e pa ondër vllau i ti një dashamir, dhe e pyti, tha, si e kalove natën e vorit? Tha, problem të math kom pas për një kallin gruni, të cilin e hodha në arën e djathë, e më kanë bo sual me laqet, a e dinti sa i kalli grunit nuk ishti arës gjath, a i ke i arës majt, hakun e huja ke dhon tjetër ku. Subhanallah, hakun e huj, një kallin grun, një kokë hurm, mos flasim për tjera, haku i huja shumë i randë, vajdashur. Pra, plocojnë kushtet, pendohemi, ndërpritemi, besatohemi se mo nuk thkem për sëri, pagujmë hakun e huj, e tash vinë momenti i istigfarit. E qka do të thot istigfar? Istigfar do të thot me lip falje. Pasi ti plotësoj kushtet, me lip falje për Allahu dhul xhelal. Dhe me thonë, o Zot, fal ma gabimin të cilin e kam bo. E Allahu dhul xhelal thot, wa tubu ila Allahi jami'an ejuhel muminun, la'allakum tuflihun. Pendohën të gjithë të Allahu, o musliman, nëse doni të shpëtoni. Të gjithë pendoheni, për çdo gjestë që keni bo. Valë ndë një ditë mos e kështu i mbajti math para dikujt. Helbete, ajo gjunahi math. Dikush të ka pyet diçka, dikush të ka lip diçka, ti e paraqiti math. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mu te ke biri, ai i cili mbahet i math para njerëzive, në ditë mahsherit do dalë në formën, në fizionomin e bubrecit, njeri, ama aq sa bubrecit, dhe do ta shkelin njerëzit me këmbët e tij. Se ajo është mbajti i madh, ka shkelë rënd në dynjë kur ka qenë. O mbajti i madh, do dalë në formën e bubrecit dhe njerëzit do ta shkelin se ai është mbajti i madh. Kjo është një gjuna prit më dhënë. Vallë ndonjë ditë mos të ka ndodhur kjo në jetën tënde, bën istigfar. Vallë ndonjë ditë ke përgoju, bën istigfar. Vallë ndonjë ditë e ke pa një punë të keqe, nuk ke ndalu, e ke pa një punë mirë, nuk ke urdhnu, pra tubu ila Allah. O musliman, pendohni te Allahu dhe lipni istigfar, se Allahu dhul xhelal
gëzohet për tauben dhe istighfarin e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pruni një shembull sa gëzohet Allahu. Allahu gëzohet dhe të thërret, o muslimon, pendohu. Sa gëzohet ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu dhul Jalal gëzohet me pendimin e muslimanit ma tepër se sa gëzohet një njeri i cili e ka marrë kalin, ka dalë shkretin, na nuk e dim si jo shkretina, shkretin, a dalësh në shkretin të humbesh, subhanallah, ka dalë në shkretin dhe i ka ikur kali me gjithë ushqimin, ka hec, është mundu e ka kërku dhe i ka hum shpresat, se mo kali im nuk gjindet dhe ushqimi im nuk gjindet dhe unë së nëmëri ma gjallë në shtëpi dhe unë jam i gatshëm për vdekje. Thot e ka gri një grop në formë të varrit dhe u ka shtri dhe pret vdekje. Kjo u ka shtri pret vdekje. Ska gjasa të mrije në shtëpi pa ushqim, që tërkun me gjetë ushqim ska, dhe kjo ka bo gati dhe pret vdekjen. Me shahadet o Zot, pas ka qenë e gjeli im që tu, unë beta pa ushqim, pa uj, pa bukë edhe po des. Ki njeri që shtu duke kujtu se si po des dhe duke pru shahadet, kur e shef para vetes të vin kali me gjithë ushqimin me vete, dhe ki njeri pre habis, pre gzimit të math, në vend të thot, o Zot, ti e Zoti im, unë jom robi yt, thot, o Zot, ti e robi im, unë jom Zoti yt. Pregzimit, prehabis, Allahu dhul Jalal nuk ja merë parasysh këto, në vend të thot, o Zot, ti e Zoti im, unë jam robi yt. E di çka thot, o Zot, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Allahu dhul Jalal thot, ki njeri sa gëzohet, sa që edhe fjalët i hum, edhe Allahu ti thot rob vetes i thot Zot. Allahu dhul Jalal këtë ja fal, po kaq gëzohet, Allahu dhul Jalal gëzohet edhe më tepër kur dikush pendohet. Sa u gëzu ki njeri kur shpëtoj pi vdekjes, kur e pa ushqimin, shumë tepër u gëzu. Allahu dhul Jalal gëzohet me ty kur ti pendohesh ma tepër se ai që ka shpëtu prej vdekjes, kur vdekja ti ka qenë garantuar. Pastaj Allahu dhul Jalal gëzohet për pendimin e muslimanit ma tepër se gëzohet familja për antarin e tyre që e kanë humb dhe i kanë humb shpresën. Subhanallah, e kemi humb një antar të familjes dhe mo mbetëm pa to. Mos një kohë kur të roket der, kur e shohëm erdhi, subhanallah, sa gëzohet ajo familja. Allahu dhul Jalal gëzohet edhe më tepër për pendimin e muslimanit. Pra kështu vëllai dashur, Allahu dhul Jalal gëzohet, por me kushtje mos ta lëm për ma vonë. Mos ta lëm për ma vonë, nesër, mas nesër, saufe, inshallah. Që ke fjala inshallah është fjalë mirë. Ama jo ti gjithmonë inshallah nesër, inshallah mbas nesër. Kjo është mësimi i shejtanit dhe azapi dhe pikëllimi më i madh do të jetë për xhehenemlit kur do t'ju kujtohet se vallahi për çka gjuna ka mujt me botive, pse s'u pendova, mirë për mu, pse e kalon për nesër, punën e mirë e kalon për nesër. Na kemi pru një shembull edhe më parë, kur me kjasi, mushriku me kjas, kishte vendos të pranon islamin dhe të shkon Medinet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të jeton me pejgamberin si musliman. Edhe hipi kalit, u bogati, duke dal prej Mekës, i takoi një grup të shokëve vet, e pyetën, "Kahja ke mësi?" Tha, "Për Medinë." "Si?" Tha, "Për Medinë." "Po more." Tha, "Do shkosh te Muhamedi, a gjë musliman do bosh?" Tha, "Po inshallah, do e pranoj islamin dhe do jetoj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Tha, "No zotri, po a gjë si të shkosh duhet falish namaz 5 herë në ditë." Tha, "Do falem me vëlla." Tha, "Duhet ta xhnosh Ramazan edhe në pikë të verës." Tha, "Do xhnoj more." Tha, "Po ai shkon shpesh në luftë, ka me të marr luftë." Tha, "Kam me shku more." Burri ishte kanë, "Kam me shku more." Po burrnia e tij si shkon tamam. Tha njonit ma vonë, ju kujtu thej, ndal. Ai më hët nisi, shkoj, tha, ndal pak. Tha, "Po atje sën pish alkohol." Tha, "Alkohol një me po, sën pi." Po kujtu pak, tha, "Diçka mire ke, valla që tu të alkoholi mire ke." Po tha, "Une dë bëj diçka." Tha, "Dë kthej si mjet, dë pi fort, mirë, dë ngopem, e në mot dë shku." Shif, akështë. Do këthi edhe vesh një vjet, do pi sikur mos atje më gjallë, do pi fort edhe në mot në këtë vakt ta më ndebo, edhe këthej kalin. Sa këthej kalin, disi ju trem kali këthej, erzoj dhe e la të vdekur. As shkoj të pije, as shkoj të bojt muslim. Një këthejes, Allah, vesh një këthejes, mos e le një këthejes.
Mos e le kthesën, vend vesh ka xhamia, veç pak hin pazar. Hinën pazar, u fal dreka, nuk shkove në xhami, de fali ma vol. Kur e zoni që ndis Allahu Ekber, mbet kaza. E di pse? Se u ktheve dallash. U ktheve ka e prapa. Mos u kthe. Het rrugën e mbara, ke vendos, het. Del njonin rrugë, habe ti boll falesh për ditë, a edhe sota, mos u kthe për të mbarë se nuk dihet çka ndodh. Ai tjetri ka e mira, ai tjetri u pendu, gjunahqari i madh u pendu, e pyeti një alim, tha çka të bëj unë që kam bërë shumë gjunahe? Tha di çka të bësh vëllai dashur, largohu prej kësaj shoqënie që ke bërë gjunahe, shkoni fshat tjetër atje edhe vazhdo jetën. Tha prej fillimit. Unë ngrit shkoja atje në atë fshatin tjetër. Duke shku rrugës, çka ndodhi? U smu dhe ra për vdekje. Kur u bë gati për vdekje, erdhen melatjet e gazepit. Ato melatjet që ja marrën shpirtin gjunahqarit me zor ja çesin. Gjunahqarit melatjet e vdekjes ja marrën shpirtin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu ja nxjerrin shpirtin sikur një therr me grepa të mëdha, me ja vuni deles në shpinë, me ja ngul për leshi e tani me kreh. A disa zamet është ta kreheshen, ja to bucka do thehen, ja leshi prej shpine do t'i dale deles. Që ashtu janë nxjerrin shpirtin gjunahqarit me latjet e gazepit. Mirë po me një herarin onën tjetër edhe me latjet e rahmetit, të cilat ja marrën shpirtin me urtësi, me mirësi, me gëzim, me buskeshje. U afrun dy palët e me latjeve. Ato thënë neve na takon se ki ka kon gjunahqar, njerë tash ka qenë gjunahqar. Ato thonë jo na takon neve se veç tash ka botybe, e kalon shpinë, kalon familjen, kalon vendlindjen. Allahu dhul Gjelal çon një melek tjetër, tha shko gjykon në mes tyre. Tha si o Zot, tha mat një vendin, ka është mangat, ande ka i ka bo gjunahet, a kënde ka desh me shkon thot mat një vëlla, e matin me latje. E disa, vetëm një plom kish dal kënde ka rahmeti dhe ju takon me latjeve rahmet. Vetëm një plom, mos u vano, se një plom është shumë, për një plom shkon në xhenet, për një plom shkon në xhenem. Për një plom shkon në xhenet, për një plom shkon në xhenem, për një kthesën, vetë të shkoj, ai e gjelin e ka pas, edhe ai në kali, edhe ai meraklia i alkoholit, edhe ai ka pas e gjelin, edhe të gjithë kish shku, kish e ndru jetë, ama ka kthi, që e kthimi është problemi. Pra vëllezër të dashur, tybja dhe istikfari është me të vërtet temë e gjërë, temë e gjanë, ne nuk ju ngarkojmë shumë, do ta bëjmë një shembull për një njeri i njohur prej tabiinëve, i cili e ka pas emrin Malik bin Dinar. Ki Malik bin Dinari, i njohur si tabiin, si alim prej ulemave të shquar, ki Malik bin Dinari ka qenë para se të pendohet gjunahqari i madh. Me ka krejt të zezat, me krejt gjunahet, gjersa një gjunah të rallë kish pas bon, që rallë gjunahqare bëjnë ato. Kishte shku gjenazet i kish vdesh, va kish marrë qefinin dhe e shit ke qefinin. Të vdekmin e linke pa qefin. Ki e ishte, ki Malik bin Dinari edhe këtë gjunah e bonte. Se mo për pije, për vjedhje, për rena, për punë të këqija mos flasim, por një gjunah të veçantë, sa që gjenazet në vor i linte të vdeshte. U martu, Allahu dhul Gjelal ja fal një vajz. Ja fal një vajz e mërton Fatime. Fatimja 2 vjeçare, kur ulte Malik bin Dinari të haje dhe të pije, pijen kryesore e kishtë alkoholin. Pijen kryesore e kishtë alkoholin. Fatimja shkonte në mesin e gotave, një me ujë, një me lang, një me alkohol, në mesin e gotave shkonte atë gotën me alkohol e mirke dhe ja dirthke. 2 vjeçare. Subhanallah. Fillon të mendon. Ja nxerke gotën, bardakin me ujë, ja nxerke përpara, atë me sok, këtë me alkohol komrapa. Ande nga të dorën, atë me alkohol ja dirthke. Subhanallah. Thot fillova të dua shumë dhe fillova të pendohem, t'i ralloj gjunahet. Fillova t'i ralloj gjunahet. Çka ka kjo? Fëmijë 2 vjeçare, po ma derdh alkoholin dhe më kapke për tesha, tha më largonte. Kur e shifte se pi, më largonte për tesha. S'dite çka të bëj, më largonte. Thot a që dashta, mirë po dash Zoti, kur i boni 3 vjet, Fatimja vdiq, ndrojet. A që mërzita sa që u ktheva në të parën, në gjunahet e parën. Edhe vazhdova me të vjetrën. Dhe një natë aq te për piva, sa që humba vete, edhe në gjumë, sikur kiamet ishtë bo, andër shef Malik bin Dinar, sikur është bo kiamet. Detrat jënë bo zjarë, toka është shkrinj, kiamet është bo, dhe ki po e për cilë, dhe thirën dikush, filan bir filani në dale para Allahut, filani biri filanit në dal tjep gjevap para Allahut,
Kështu tha, kiameti shbo dhe i ftojnë njerëzit një nga një. Kur unë të ndëgju, erdhi një zan, Malik bin Dinari, le del para Allahut. Tha, unë të drejtu të iki, si do dal para Allahut, unë kam vdek i pijim, mbaj ke mend se ki ka vdek i pijim, si kur ka vdek dhe është rinjall tash para Allahut duhet me dal. Thot, unë fillova të iku, mirë po unë duke ik, kur e ktheva shpinën, kur e ktheva kryet, një gjarë po një math më përcjell, sa që do të mgëlltit. Kur e pash ato, thot, u frigova, fillova të iki. Duke ikur e pash një plak të bukur, i vin ka era mirë, i heshëm, i bukur, i thash, mi gjobe, shpëton bër për këti gjarë, i tha, o, s'kam mundësi, unë jam plak, s'kam mundësi, ik qasajde. Thot, unë duke ikur, zjarri për para, zjarri gjehnemi. E kthej kryet, gjartë një mrapa, zjarri për para. Ku të shkoj? Përsëri thom ati plakut, o, shpëtëm. Tha, unë jam i dobët, nuk mund të shpëtoj. Hip gjatë kodrë. Thot, hipa në një kodrë të bukur, kur në atë kodrë më një bafqet mirë, me një livath të bukur, e s'di si ta përshkruj, thot, i pash një grumbët të fëmijëve, kur zunë të bërtasin. Fatime, babën tëtë një gjarpën për do me. Subhanallah, thot, kur e pash një vajzë, e pash Fatimja, bia ime. U gjumë, thot, me dorën e majtë, thot, e kapi gjarpnin, edhe gjarpnin humpë, me dorën e gjathë, më kapi mu, thot, edhe mu ullë në prehen, dhe filloj të më prekje mjekrën dhe lexoj ajetin Kur'anor. Elem jeni lilledhina amenu en takhsha a kulubuhum li dhikrillah. A nuk është ball për një musliman ta ketë frikë Allahut? Thot Fatimja, ma lexoj këtë ajet. O, baba, a nuk është ball më ta kesh frikë Allahun? Tha, i thash, oj bia ime, po a lexoni Kur'an jua? Thot Fatimja ka vdek 3 vjeçar. Tha, baba, na lexojmë Kur'an më mirë dhe më shumë se ju. Subhanallah. Tha, pastaj i thash, o bia ime, po çka ish moj bia i gjarpni, që më djekte mrapa e ti më shpëtove? Tha, baba, gjunahet. Gjarpni në punë të këqia. Tha, i thash, bio, po qaj plaku i bukur i mirë, hiç së më ndihmoj. Tha, punë të mira tuat, shumë zaif janë së më ndihmoj. Shumë pak. Punë të mira i plaku i bukur, era mirë, ama i dobet, shumë pak. Tha, baba, shumë pak punë të mira ke bo së të ndihmojnë. A punë të këqia të kanë marë mbrapa, gjunahet janë gjarpni. Tha, pre ati momenti u pendova kur ndol gjumi. Kur ndol gjumi e pash se çka ka ndodh, e kuptova se pre evladit ka dobi. Njeriu ka dobi, ama pa punë të mira s'pas ka dobi. Dhe kështu thot u pendova Malik bin Dinari. Pendohet dhe bohet një pre ulemave të urt. U pendova, shkova thot u pastrova, u ngrita mëngjes u pastrova, mora abdes, shkova në xhami. Imami namazin e sabahit filloi ta falje me çket ajet. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk është ball për muslimanët që të friket zemra e tyre? Wala yakunu kal ladhina utul kitaba min qablihim, dhe të mos bëhen si ato fet tjera para tyre, kaset kulubuhum fetale alehimul amadu fa kaset kulubuhum, të cilve i ka mashtru shpresa nesër, i ka mashtru shpresa. Pra vllai dashur, punën e mirë nuk ban me lo për nesër, nuk ban me kom për atyre, un kam shpresë në Allahun. Për me pas shpresë në Allahun, duhet të fillojmë në punë të mira. Se Allahu dhul xhelal kështu ka thonë, inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut është afër të mirëve. Dhe Allahu dhul xhelal i ka urdhëruar në shumë ajete kuranore për tybe dhe istighfar. Në një ajet për ajeteve kështu tha: Kul ya ibadi alladhina amanu, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju besimtar, të cilët e keni ngarku vetveten me gjunahe, me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah, mos i humni shpresat prej rahmetit Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, se Allahu dhul xhelal i fal krejt gjunahe, a krejt i fal, të gjitha i fal përveç shirkut. Ai që vdes me iman dhe pendohet, Allahu dhul xhelal i fal gjithë gjunahet, të gjitha i fal. Dhe nga mirësia e tij është se gjunahin e shkruan një, as-sayyi'atu bimithliha wal hasanatu bi ashri amthaliha. Gjunahin Allahu dhul xhelal e shkruan një, wa yamhu dhe e fshin, wa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, dhe disave ja ndron prej gjunaheve ja shkruan sevape, ata që pendohen herët.
Nuk e lën për ma vonë, dhe mundohen të bëjnë punë të mira, dhe qajnë për gjunahet të cilat i kanë bë, dhe pendohen së shpejti, dhe lutin Allahun dhul xhelal. Ju e dini o vëllezër të dashur, Adem alayhis salami kur gaboi, Allahu dhul xhelal thot: "Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh, innahu huwa at-tawwabur rahim." Adem alayhis salami kur gaboi, filloi të ikna për xhennet. Filloi të ik. Allahu dhul xhelal tha: "Adem firara minni", tha pi mu ika. Tha: "Jo Zot, nuk iki prej teje, po mbarë më vjen marre." Allahu dhul xhelal tha: "Adem, thuj çështu." Tha: "Çka të thom o Zot?" E mësoj vet Allahu dhul xhelal se çka të thot. Adem alayhis salam nuk dinte. Tha: "Çka të thom o Zot?" Thuj: "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin." O Zoti in, bashkë me bashkëshorten, o Zoti in, na i bëm zullum vetvetes. Pra gjunahi çka është përveç se dëm vetvetes. Na i bëm zullum, i bëm dëm vetvetes. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nëse ti nuk na fal dhe nëse ti nuk na mëshiron, na do të jemi prej humbërve, na do të jemi prej atyre që kemi dështuar ndonjë dhe do të vuajmë në ahiret. Dhe kështu vazhduan të thonë Adem alayhis salami bashkë me Hazreti Havën, dhe Allahu dhul xhelal ja u pranoi. Yunus alayhis salami duke qenë në barkun e peshkut, kur e pa se boni gabim, çka tha? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, nuk ka zot tjetër pos teje. Inni kuntu min adh-dhalimin, un jam zullumqar. Allahu dhul xhelal tha peshkut: "Hec, qitë mbregdet atje dhe liro, u kri." Me këtë fjalë shpëtoi. Pra kështu vëllezër të dashur, na bëjmë gabime, na bëjmë gjunahe. E ty dera e ty besosh e hapur. E sidomos në këtë muaj të rahmetit, në këtë muaj të magfiretit, e sidomos në kohën e iftarit, ulu pak më herët në iftar, në sofrën e iftarit, ulu pak më herët, afroj edhe familjet, bon iftarin pak gati hazër më herët, edhe familjarisht, estagfirullah, o Zot, na e fal të kaluarën, nuk i përsëriti mo gjunahet e njëjta, na i fal gjunahet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Duaja në kohën e sifirit nuk kthehet pra." Duaja në kohën e iftarit, pra duaja në kohën e iftarit, nëse kam thonë sifirit deri tash. Duaja në kohën e iftarit nuk kthehet prap. Allahu dhul xhelal e pranon. Tybja, istikfari, lutja në kohën e iftarit, po edhe në kohën e sifirit, po në kohën e iftarit duaja nuk kthehet prap. Bën dua, bën istikfar, bën lutje, po me kusht që ti plotësojsh edhe kushtet tjera, me kushtje të plotësojnë kushtet tjera. Nëse e kam lënë namazin, o Zot, unë më nuk e lë dhe ato që më kanë mbet do t'i fali. O Zot, e kam pas hongër i ri kur kam qenë një ditë Ramazan, do ta agjëroj ato falma që kam. O Zot, kam përgoju filanin, kam marr halallëk, falma. O Zot, zekatin se kam dhënë në kohë. O Zot, haxhin e kam vanu. O Zot, kum gabu. Allahu dhul xhelal nuk ka gjuna që ai se falën, për ato krejt është e lehtë. Dhe mos mendojsh se mos thuash: "Allah, unë lutem Zotit, ama s'ma merr mendja që ma fal, çat herë sta." Nëse thua, unë dhe lutem, mirë tha hoxha, thojnë hoxhallarët, bën ty istikfar, ama një gjunahun që e kam bën s'ma fal, që ato që thua s'ma fal, ta dish se që ato s'ta fal. Pra mos thuj nuk të gjithë shpresot e Allahu dhul xhelal. Ama unë e bona një herë, u pendova e përsërita, çket dytin s'ma fal. Jo edhe çat ta fal, ama ruje mos e përsërit, edhe çato ta fal. Por fund vllai dashur, një gjunahqar i madh, e kemi fjalën se Allahu dhul xhelal e ka mëshirën e madhe. Një gjunahqar në kohën e Ben Israilve, aq gjunahet mëdha që kishte bë, e porosit familjen dhe thot: "Shikoj, kur të vdes, nuk kam ftir dal para Zotit. A di çka të bëni? Ta digjni trupin tim, ta ndani hinin për gjysën ta hudhni në det, të humbet në ujin e det, në valët e detit, gjysën ta hudhni në majt kodrës kur të frinera, e të dirdhet hini i trupit tim, e mos shpëtoj, ndashta prej ditës mahsherit." Vdiq njeriu me gjunahet e veta, e dogjen familja, e ndajtën hinin për gjysën e hudhën det, a gjysën tjetër majt kodrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Allahu dhul xhelal do ta ringjallë këtë njeri, do ta tuboje hinin edhe prej detit edhe prej malit, do ta tuboje trupin atij që e ka hëngur arusha, trupin atij që e ka hëngur ujku, trupin atij që është kald, të gjithë për Allahun dhul xhelal nuk ka rënd kur gjon, të gjithë do t'i tubon sikur sot, do ta tubon trupin e tij, do ta çet para vete, do thot: "Robi im, pse ti porositet të digjet trupi dhe të dirdhet hini? Pse? O Zot,
aq kisha mbarë prej teje që s'kisha ftyrë dal para teje. Prandaj kështu veprova. Allahu dhul xhelal thot, a prej mbarës që ke pas prej mu kështu ke urdhnu? Po o Zot, hec se ta kom fal. Ha? Hec. Masi u ke turpru prej mu, masi u ke turpru, pra hec. E tash lind pyetja këtu, subhanallah. Po ki as ka pas bindje se Allah do ta ringjallë çfarë muslimani? Pra ki ka pas prej xehlit, prej padijes. Ato çka e bën njëri padije, prej padijes Allahu dhul xhelal ja fal, po ja fal edhe gjunahet që ka bë. Por mos harrojmë se atje nuk janë ati ja fal, ama nuk janë të barabartë. Ai që ka xhru, ka fal namaz, ka lexu Kur'an, ka bo zikr, derexhet e xhenetit nuk janë të barabarta, vëllai dashur, a? Neve me një darsëm kur shkojmë, njonin e lon që në fund të dera, tjetër në krejt vendit. Ai që del në krejt vendit me lon të dera, jetë hatri. Ndarësëm restorant që të kanë lon të dera, tjetë hatri. Po me mbet mbas dere në xhenet, a nuk të vini na? A, nuk është mirë. Pra dhe xheneti është deregjat, grada e grada. Si, hiç nuk kemi tamaqar. Hiç për xhenet nuk kemi tamaqar që ta zom një vend të merituar në xhenet. Pra ndaj ne mundohemi të falemi, të lutemi, të bëjmë punë të mira, të lexojmë Kur'an, të bëjmë zikr. Vasari u ila magfirati min rabbikum. Allahu dhul jalal thot, bani garoni, nxitoni në faljen e Allahut ve xhennetin arduha as-samawati wal ard, dhe ta fitoni xhennetin që vetëm xhansia, jo gjatësia, vetëm xhansia është sa kur qetë edhe toka. Pra atje ke hise, për mes me mbet me një xhennet ma të ullet se tjeret, pra duhet me garu në punë të mira. Ndërsa Allahu dhul xhelal i fal të gjitha gjunahet me kusht që të pendohemi seriozisht, të themi Allahu dhul xhelal tubtu wa rajatu, o Zot u pendova, u ktheva, pishman u bona, me bo me derë, me bo vaki, me derë 2 pika lot, duke ju pendu Allahu dhul xhelal me çato 2 pika lotët e atij që pendohet dhe atij që qanë hallin e vet për gjunahet, Allahu dhul xhelal thot çato 2 pika lot e shimin zarmin e xhehenemit. A zarmin e xhehenemit nuk e shimin detrat e oqeanet e dynjas, ama pikat e lotit muslimanit që qalë për gjunahet e tij e shimin zarin e xhehenemit. Dhe në një hadithi kutsi Allahu dhul xhelal tha, aninul mudhnibin ahabbu ila Allah ilayya min siyahil abidin. Ai rënkimi, qajtja me zën, rënkimi i atij që ka bërë gjunahe për gjunahet e veta, te Allahu dhul xhelal është më i dashur se zoni atyre që falin namaz. Para mendo sa e don Allahu dhul xhelal zonin e atij që lexon Kur'an, zonin e atij që e ngre duke u falë don shumë. Mos mendon dikush nuk e don, atë don shumë, po zonin e atij që qanë për gjunahe don edhe më shumë. Pra në herë të qajmë për gjunahet tona, të pendohemi, e pastaj të lutemi Allahu dhul xhelal mëkatet tona, gjunahet tona të cilat i kemi bën, Allahu tona i fal, të mundohemi të mos i përsëritim, po nëse diçka prej tyre përsërit të pendohemi, përsërit të bëjmë tybe dhe të lutemi Allahu dhul xhelal që të dalim të pastër para tij, pa gjunahe, e Allahu dhul xhelal të na bën nasib jannetul firdausin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
It's